Që prej ditës së djeshme Shqipëria dhe Kroacia u bën vendet më të reja të NATO-s, ish nën sekretari amerikan I shtetit Mark Grossman, një nga mbështetësit kryesor të zgjerimit të NATO-s, thot për zërin e Amerikës se si Shqipëria ashtu edhe Kroacia e kanë fituar plotësisht vendin në aleancë. Kolegu Erion Kruja bisedoi me ambasadorin Grossman mbi këtë çështje dhe të ardhmen e politikave amerikane në Ballkan. A great day today for Albania and Croatia. It is a great day. Zoti ambasador, kjo është një ngjarje e madhe për Shqipërinë dhe Kroacinë. Dia ato bën anëtare të NATO-s, ndërsa nesër do të ulen si anëtare të plota me udhëheqësit e botës së lirë. Ju keni qenë një nga mbështetësit kryesor të zgjerimit të NATO-s. Si ndjeheni sot? As I say, I just am very excited about what happened yesterday. Jam shumë I gëzuar për ceremoninë e djeshme ku Shqipëria dhe Kroacia dorëzuan instrumentat e antarësimit në NATO, po kështu jam I gëzuar që nesër Kroacia dhe Shqipëria do të ulen në takimin e NATO si anëtare të plota. Gjatë gjithë karrierës time kam besuar fuqimisht se zgjerimi I NATO-s përbën zgjerimin e lirisë, stabilitetit. Zgjerimi I NATO-s u jep këtyre dy popujve mundësinë të marrin vetë vendimet e tyre për jetën e tyre dhe të ardhmen. Duhet thënë se antarësimi nuk I është dhëruar Shqipërisë dhe Kroacisë. Ato e kanë fituar atë duke luftuar në Afganistan dhe duke bërë ndryshime në shoqëritë e tyre dhe ka ende ndryshime për të bërë. Kjo është një ditë jashtëzakonshme për popujt e këtyre dy vendeve, por edhe për vetë aleancën. A lot of scholarly work, but also oppositions from different. Por ka nga ata që thonë se NATO është dobësuar me zgjerimin e saj. Ç'mendim keni për këtë? I don't. I think NATO expansion has. Nuk besoj. Zgjerimi I NATO-s e ka bërë organizatën edhe më të fortë. Zgjerimi I aleancës tregon se vendet besojnë tek kjo organizatë dhe vlerat e saj, tek ajo që quhet mbrojtje kolektive. Duhet të shohim nga e ardhmja. NATO ka ndryshuar shumë këtë kohë. Udhëheqësit e NATO-s do të flasin nesër për sigurinë e burimeve energjetike, sigurinë kompjuterike dhe situatën në Afganistan. NATO sot është një organizatë më e mirë, më e fortë se 10 vjet më parë. Ajo I është përshtatur ndryshimeve të shekullit të 21. Speaking about NATO and Afghanistan, President Obama is in Europe right Presidenti now. Obama do të kërkojë nesër udhëheqësve europian më shumë trupa në Afganistan. A besoni se do të arrijë këtë? Well, first, I think the alliance must be successful. Alianca duhet të fitojë në Afganistan. Besoj se vërtet nëse nuk ka sukses në Afganistan, NATO do të dobësohet si organizatë. Dhe besoj se nesër në takim, presidenti Obama nuk do të kërkojë ndihmë vetëm për shtimin e numrit të trupave, por edhe në fushat e tjera si stërvitja ushtarëve afgan apo programi kundër narkotikëve. Mendoj se presidenti po tregon se Shtetet e Bashkuara janë të vendosura në Afganistan, duke shtuar me 17.000 numrin e trupave atje. Por ka ardhur koha që edhe shtetet e tjera të japin kontributin e tyre në Afganistan. Someone could do more to train the Afghan army. Spain has declared in the past few weeks that it plans Spanja deklaroi se do të tërheqë trupat e veta nga Kosova, ndërsa Gjermania njoftoi se kërkon një ulje graduale të numrit të trupave. Nga njëra anë, Kosova ka përparuar shumë në aspektin e sigurisë, por situata në disa zona mbetet ende e tensionuar. Besoni se populli I Kosovës duhet të shqetësohet nga këtë lëvizje? I don't think so. I think the Kosovo people should take some confidence. Populli kosovar duhet të ketë besim tek situata në vend. Ata kanë punuar shumë për krijimin e një shoqërie të re në Kosovë. Por duhet kuptuar që edhe shtetet e ndryshme kanë problemet e tyre me numrin e trupave dhe nuk mund të lënë përgjithmonë trupat e tyre atje. Ndaj vendimet e Gjermanisë dhe Spanjës I tregojnë popullit të Kosovës se duhet të bëjnë akoma më shumë për një shoqëri demokratike, tolerante dhe shumë etnike. The last two presidents, President Bush and Dy President presidentët e fundit amerikan kanë qenë shumë aktiv në lidhje me politikat e Ballkanit, por energjia amerikane duket të jetë përqendruar te kriza ekonomike. Nga ana tjetër, Ballkani nuk është stabilizuar ende plotësisht. Situata në Bosnjë është e tensionuar, Greqia dhe Maqedonia kanë ende çështje për zgjidhur, ndaj dhe Maqedonia nuk është sot pjesë e NATO-s. Mendoni se këto çështje mjaftojnë për të siguruar vazhdimsinë e interesimit amerikan në Ballkan? I would say to you that I would not judge the US commitment. Kriza ekonomike nuk ka shumë lidhje me përfshirjen amerikane në Ballkan. Është shumë e rëndësishme të thuhet se dyert e NATO-s dhe të BE-s të mbeten të hapura, në mënyrë që popujt e Serbisë, Maqedonisë dhe të Ballkanit të kenë një ide për të ardhmen e tyre, ashtu si ndodhet dje me popujt e Shqipërisë dhe Kroacisë. Kjo nuk lidhet me ekonominë, por me dëshirën politike. Unë besoj se administrata e zotit Obama beson në një Evropë të bashkuar, në paqe dhe të lirë, dhe kjo arrihet me një Serbi, Bosnjë dhe Maqedoni të suksesshme. Do të jetë shumë interesante pasi tani Shqipëria dhe Kroacia do të marrin rolin e udhëheqësit për integrimin në NATO të Malit të Zi, Bosnjës e kështu me radhë. It's a very interesting point you mentioned Georgia and Ukraine.
Këto kohë nuk është folur shumë për anëtarësimin e Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO. Besoni se situata aktuale gjeopolitike do ta pengojë hyrjen e tyre në aleancë në të ardhmen e afërt? Well, I think you have to go back to the last summit. Në takimin e fundit të NATO-s ne pam se udhëheqësit e NATO-s folën qartë mbi mundësinë që ka Gjeorgjia dhe Ukraina të futen në NATO, por kjo do të kërkojë kohë për arsyet e pozitave të Rusisë, por edhe të Evropës. Duhet thënë se edhe dëshira e Ukrainës për të futur në NATO nuk është kaq e madhe krahasuar me vende si Shqipëria dhe Kroacia. If you were to advise President Obama today on Nëse do të këshillonit presidentin Obama, besoni se ai duhet të diskutojë çështjen e zgjerimit të BE-s gjatë takimeve me udhëheqësit evropian dhe të bëjë thirrje për futjen e shteteve të tjera në këtë bashkësi? Yes, I do. Recognizing, of course, that he would say. Shpresoj që ai do të kërkojë udhëheqësve evropian të mbyllin syt për një moment dhe të mendojnë për sukseset e mëdha që janë bërë, si për shembull zgjerimi i Bashkimit Evropian dhe reformat e mëdha që janë bërë në këto shtete. Nuk ka pse ky proces të mos vazhdoj. Them se edhe Turqia duhet të jetë anëtare me të drejta të plota e BE-s. Bashkimi Evropian ka qenë i suksesshëm si pasojë e zgjerimit. And finally, in the late 90s, you were very active on European Zoti policy. ambasador, 10 vjet më parë, situata në rajon ishte e trazuar. Shqipëria pothuajse pushoi së funksionuari si shtet. Në Kosovë zhvilloi luftë. Në Serbi kishte protesta kundër regjimit të atëhershëm. Menduat ndonjëherë në atë kohë se vetëm 10 vjet më vonë do të bëhej kaq shumë përparim? I think it's an astonishing accomplishment. And again, I think Është e jashtëzakonshme. Ky sukses së paru takon popujve të Shqipërisë dhe Kroacisë, pasi ata patën vizionin dhe arritën këtë. Këtu duhet përmendur dhe roli pozitiv i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, dhe mbi të gjitha është dëshira e njerëzve për të zgjedhur vetë të ardhmen e tyre. Këtë dëshëm edhe ne, nga Europa, të jetë e bashkuar e lirë në paqe. Nuk duhet të harrojmë se njerëz të brezit tim apo brezit tënd dikur kanë qenë sklever të regjimeve dhe tani janë të lirë. Thank you very much. Thank you. Thank you for having me.